duke mbledh metoninat në kohë sipas orarit të përcaktuar, në raste të vogla të caktuara kur kemi një farë defekti të vogël, i cili mund të na bëjë vërteloshe në brenda ditës. Edhe ja evitoj, kështu që gjendja në kompani për momentin është më e mirë se që ka qenë në ndërlidhje. Sa i përket shujtës, po, është një vendim që ka nxjerrë bordi me propozimin tonë dhe në bashkëpunim me sindikatën e re të kompanisë, ku kemi rritën për 2 euro shujtën ditore për gjithë punëtorët, që nënkupton shujtë është që fillon rritja nga muaji për pagën e muajit prill. Tash në muajin maj do t'i marrim në rritje, që në vlerë monetare vjen diku rreth 50 euro në muaj për secilin punëtor veçanërisht. Kjo është rritja e katërt që ka ndodhur. Në korrektësi me më të qartë, në kontinuitet nga 4 vjet të mandatit tim, 4 herë kena rrit pagat. 3 herë pagat, 1 herë shujtën. Pjesa e mbeturinave në qytet, në rrugë kryesore të qytetit, i kryjm shërbimet 4 herë në ditë. Në rrugë kryesore, pra pe potencialet 1 herë. Në pranvesëri është sipas orarit 1 herë në javë. Kurse në qytet e kemi 4 herë në ditë në të gjitha rrugët kryesore të qytetit. Me u respektu orari, po respektohet nga qytetarët, por s'po respektohet nga një pjesë e mbeturinave inertë. Po na hudhin shumë orendi familjare, renovimet shtëpiave dhe po na bëjnë shumë të loshe në pjesë, po na rritin kostën tonë të operimit ditur, edhe në kohë edhe në vlerë monetare. Kështu që kisha bë apel nga këto, kisha kërkuar që mos t'i hudhin mbeturinat, të na thërrosin neve, të na njoftojmë, neve kemi ekipet tona të veçanta, të cilat shkojnë i marrim, i grumbullojnë dhe i hudhim në deponinë në llojza që ne edhe e mirëmbojmë na. Kështu që edhe një herë, apel qytetarëve të na thërrosin, të vinë këtu te na, të na njoftojnë, neve i kryjmë prapë shërbimet, vetëm mos t'i hudhin në vende të caktuara nëpër rrugët të qytetit. Në momentet caktuara tash ku po ka defekte pjesa e kamioneve që janë më të vjetrum, po kena të loshet në momentet caktuara, po prapë brenda ditës rregullohen defektet dhe grumbullojnë mbeturinën sipas orarit që kemi. Zakonisht është auditori jashtëm me cili na i bën auditimin e kompanisë. I kem raporta ato mujna çdo kohë mundi me pa, me verifiku, me prezentu çfarë doni në çdo kohë. Janë gjitha pozitive, janë të mira, kështu që edhe mujna me i vërtetu ato shumë lehtë. Në çdo vit përrrisim numrin e ekonomive informale që janë. Kanë qenë të paregjistruara, e kemi marrë mbeturinën, po nuk kam pagu. Kështu që bile saktësisht në numra mujna, në vitin 2024 është rrit numri i klientave të na për 2392 klienta. E mirë dhe si pasojë shpinët rritunave, rritjeve, uljes së shpenzimeve që janë po mundonin me reduktu, racionalizimit të shpenzimeve të parasyshme, edhe po kena mundësi me rrit pagat, me rrit shujtat, me dolen me profit. Se për ta kuptuar edhe ju, është viti i dytë kompania pas të tia që del me profit në operim. Vitin e parë i kena posën 2023-ën 477.000 euro i kena do fitim nga kompania. Vitin 2024 i kena 370.000 euro dikur. 100.000 më pak si pasojë e disa shpenzimeve që na kanë rrit si pagat e disa shpenzime të tjera, por prapë jena me profit. Më është viti i dytë që kompania gjeneron profit.